Një seri shpërthimesh ndodhen mëngjesin e së martës pranë hotelit ku po qëndronte presidenti francez Emmanuel Macron në Damask, ndërsa ai ndodhet atje për një vizitë zyrtare në Siri. Sipas një burimi të sigurisë, shpërthime ndodhen në afërsi të hotelit, ndërsa zyra e presidentit francez bëri të ditur se Macron ishte larguar rreth 15 minuta më herët për takimin me presidentin sirian Ahmed al-Sarraj. Mediat siriane raportuan se presidenti francez u prit nga al-Sarraj në pallatin presidencial, ndërsa televizioni Al Jazeera bëri me dije se të paktën 2 shpërthime u regjistruan pranë Ministrisë së Turizmit në Damask. Shkaku i shpërthimeve mbetet ende i paqartë, ndërsa pamjet e transmetuara nga mediat lokale treguan rreth dendur atymi mbi kryeqytetin sirian. Macron bëriti në Damask të hënën duke u bërë lideri i parë i një fuqie të madhe perëndimore që viziton Sirin pas shumë vitesh. Vizita është e para e një presidenti francez që nga rrëzimi i regjimit të Bashar al-Assad në fund të vitit 2024 dhe ardhja në pushtet e Ahmed al-Sarraj. Pas vizitës në Siri, Macron dhe al-Sarraj pritet të udhëtojnë drejt Ankaras për të marrë pjesë në samitin e NATO-s ku presidenti sirian pritet të zhvillojë edhe një takim me presidentin amerikan Donald Trump.